Avokati Bajram Maraj do të kujtohet gjithmonë si profesionist i dalluar dhe si njeri me virtyte të larta, u tha në ceremoninë e varrimit në Prishtinë, në të cilën morën pjesë qytetarë të shumtë. Ai ishte pjesë e jona dhe ne ishim pjesë e tij. Prandaj vështirë do të pajtohemi me realitetin, sepse do të na mungoj të gjithëve neve që e kemi dashur dhe e kemi kaluar shumë vite së bashku në punë dhe aktivitete tjera shoqërore. Ai ka qenë një bashkëshort dhe prind i mirë, i cili tërë jetën u ka pasur në mendje dhe zemër dhe ka punuar pa kursyer për mirëqenien tuaj. Pushofsh në paqë, shok i paharuar. Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës. Më parë, Oda e Avokatëve të Kosovës mbajti mbledhje komemorative për avokatin Bajram Maraj, në të cilën kolegë të tij shprehen konsiderat për punën e avokatit Maraj. Avokati Bajram Maraj ndroi jetë dje në moshën 71 vjeçare nga një sulm në zemër.